Turi i dëgjesave me fermerët që zhvilloi Ministri i Bujqësisë Andis Salla u mbyll në Fier në një takim me fermerë të Patosit, Roskovecit, Mallakastrës dhe Fierit me prezencën e zëvendëskryeministres Belinda Balluku dhe Ministrit të Financave Petrit Malaj. Në këtë takim, Ministri Salla tha se qëllimi i dëgjesave është adresimi i mbështetjes së munguar, shikimi i kritereve dhe maksimalizimi i fondeve për skemën kombëtare të subvencioneve 2026. Sipas specialistëve të Drejtorisë së Bujqësisë në Fier, janë pikërisht heqja e burokracive në aplikime dhe rritja e vlerës financiare, ato çka kërkojnë fermerët. Pritet që subvencionimi që do bëhet të jetë drejt edhe në xhepin e fermerit. Dhe kjo është një gjë pozitive për fermerin, sepse nuk do ketë më burokracia, nuk do ketë më jo do ta marrë tregtari, pastaj të japi fermerit gjëra të cilat nuk ndodhin realisht. Pritet që të ketë pak pozitivitet në xhepin e fermerit dhe rritje të çmimeve të produkteve të fermerëve. Aktualisht, fermerët në Fier po përballen me çmime nën kosto për produktet e stinës. Shkaqet janë të ndryshme si importet, rënja e fuqisë blerëse apo edhe mungesa e tregjeve. Por nëse mbështetja e qeverisë është reale, këto kriza përballohen lehtësisht. Fermerët momentalisht po i shesin produktet e tyre me çmim shumë të ulët. Kjo ndoshta vjen nga konkurrenca, nga importi, ndoshta vjen nga tregtarët që janë këtu te që ndoshta nuk e vlerësojnë produktin me çmimin që duhet. Arsyen specifike nuk është se e di dikush, por nëse masat e skemat e subvencionimit do ketë mbështetje reale për fermerët që të marrin diçka të drejtë për drejtë në xhepin e tyre, mbase edhe këto luhatit e çmimeve nuk është se do ndikojnë shumë në xhepin e fermerit. Në mbyllje të dëgjesave me fermerët, Ministri Salla bëri të ditur edhe vlerën financiare të skemës së subvencioneve 2026, e cila ka shifrën 5.2 miliard lek, 16% më shumë se vitin e kaluar. Dëgjesat e Ministrit të Bujqësisë me fermerët nisën nga Librazhdi dhe u mbyllën në Fier, gjithsej 23 takime.